qytetarëve të Fierit I kam bërë një premtim ku kam qenë fushat, që kjo zonja që po deformon vullnetin e qytetarëve me parat e korrupsionit do të shkoj në burg. Dhe kam bërë premtimin, ajo do të shkoj në burg. Me apo pa ty zeqinen e gjithë zagarët e vetë që I ka sjell tu në sallën e kuvendit. Meriton një përgjigje se gjysmë të vërtetat janë shpeshherë gjëra që e fusin problemin në rrugë pa krye. Edhe pse nuk e kemi vendimin e gjykatës kushtetuese të arsyetuar, kemi një njoftim të shpallur nga gjykata kushtetuese dhe zoti Bardhi më vjen keq se shkon deri aty ku t'intereson dhe I ve pikën të fjalisë dhe nuk e lexon pjesën më poshtë. Sipas qëndrimit tjetër, ngjashëm me standardin e interpretimit pranuar nga gjykata në rastin e regjimit të imuniteteve, I cili duhet të jetë I ngushtë, I kufizuar, bazuar në vullnetin e kushtetut bërësit, në reformën e vitit 2012 për zvogëlimin e imunitetit, kushtetuta në formën e saj aktuale ka parashikuar autorizimin paraprak të kuvendit për masat procedurale penale të parashikuara shprehimisht në nenin 73.2 të saj. Pra, regjimi I imuniteteve është rregulluar në nenin 73.2 të kushtetutës dhe nuk thena gjë tre këtu. As shpike. Në këtë dispozit, thot, në këtë dispozit, nuk parashikohet masa ndaluese e pezullimit të ushtrimit nga detyra. Sipas nenit, lutëm, 242 të kodit procedurës penale, ndonse zbatimi I kësaj mase pa mundoson ushtrimin e funksioneve të ministrit dhe përpasoj ndërhyrjen në veprimtarinë e Këshillit Ministrave. Pra është pranuar nga gjykata kushtetuese ata tuajt 4 që ju I mbroni, që ka një ndërhyrje në veprimtarinë e Këshillit Ministrave dhe në kompetencat e kryeministrit. E thot, një sekond, në këndvështrim të parimit të ndarjes dhe balancimit të pushteteve, ku është kërkesa jonë për ndryshimin të nenit 242, çështja e shtimit ose balancimit të përfundimit mekanizmave balancues, ku përfshihen edhe garanci të tilla I përket vlerësimit të ligjvënësit. Tani, ne kemi depozituar në kushtetuese, të lutem mos bërtit se fakti që bërtet nga vendi nuk t'jep drejt. Ne kemi vajtur në gjykatë kushtetuese dhe ju e dini shumë mirë për interpretimin e nenit 103.3 të kushtetutës. Dhe jo të nenit 73.2, se është elaboruar 73.2 me 10 vendime të gjykatës kushtetuese. Kemi vajtur nëse nenit 103.3 e kushtetutës është në pajtim me nenit 242 paragrafi 2 të kodit procedurës penale. Tani, kur të vi këtu nisma, ta bëjmë debatin kushtetues dhe juridik për ndryshimin ton, jemi gati t'ju përgjigjemi ju që pretendoni se ndryshimi jon është imunitet iluziv. Më kupton? Por, ama imunitet iluziv, që ju po parashikoni ke neni 242 një imunitet që nuk e jep kushtetuta. Nuk shtrohet çështja e imuniteti, është rregullim procedurial. Dakord? Jo, është rregullim procedurial, jo zgjerimi një imuniteti kushtetues, jo imunitet I ri. Se konceptin e imunitetit bën pjesë. A ka të drejtën sot me kushtetutë prokuroria të hetoj? Po. A ka të drejtën gjykata të caktoj masat sigurimit personal? Po. Ama pezullimi nga detyra nuk është mas sigurimi personal që lidhet me kufizimin apo heqjen e lirisë. Po kaq kuptoni ju. Më kupton? Kaq kuptoni. Se e keni mbaruar juridikun në kohëra tjera. Faleminderit zoti Manja. Zoti Bardhi, ju tërheq vëmendjen për ndryrje disa herë në fjalën e tjerëve. Jo, nuk është puna e pranon se pranon se vendos ti. Vendos rregulloria në 64. Kuvendi I Shqipërisë në agjendën e tij duhet ketë vetëm një pikë që ju keni 2 muaj që e mbani zvarr, e tërhiqni zvarr, duke e kthyer Kuvendin e Shqipërisë institucionin e vetëm botë që bëhet bunker ndaj zyrtarëve të korruptuar. Dhe kjo çështje është futja me urgjencë në rendite e kërkesës prokurorisë për të hequr imunitetin e zëvendës kryeministres Belinda Balluku. E justifikuat shtyrjen fillimisht me kohën që kërkoi avokati mbrojtës 3 javë
për të mbrojtur korrupsionin e Belinda Ballukut. Na thatë, pasi skadoi 3 javët e kërkuara, që do presim vendimin e gjykatës kushtetuese. Për 2 muaj i mbushët kokën shqiptarëve që një zëvendës kryeministër apo ministër nuk mund të pezullohet se gëzon imunitetin e deputetit. Morën përgjigje nga gjykata kushtetuese që pezullimi nga detyra 8-0 madje nuk hyn fare në çështjen e imunitetit as të deputetëve as të ministrave. Pas vendimit gjykatës kushtetuese thanë, nxorët një tjetër justifikim, do presim të zbardhet vendimi i gjykatës kushtetuese. Dhe për 2 muaj jeni bërë pengesë për hetimin e korrupsionit ndaj zyrtarëve të lartë. Prandaj dhe nuk duhet bëhemi hipokrit, zoti kryetar, miratojmë kalendar e program pune, ku ky kuvend ka dështuar për 2 muaj të përmbush një funksion kushtetues në interes qytetarëve, siç është pranimi i kërkesës për heqjen e imunitetit Belinda Ballukut. Prandaj dhe deri në atë moment, ky kuvend nuk mund as të funksionojë normalisht, as të bëjë sikur ajo çështje nuk ndodhet këtu, dhe as na njoftoni që përmes një ligji keni vendosur të jepni mbrojtje politike kryeministit dhe ministrave nga veprimet hetimore të prokurisë së posaçme. Jeni i vetmi vend në botë që miratoni një ligj për të mbrojtur veten. Dhe është në turpin e këtij kuvendi, po dhe të kolegëve të mi të mazhorancës, një pjesë për tyre nuk kanë asnjë lidhje me korrupsionin dhe nuk duhet pranojnë kurrë që të shëndërojnë këtë sallë në mburoj për të korruptuarit. Prandaj, zoti kryetar, në kalendar do duhet fusni me urgjencë heqjen e imunitetit të zëvendës kryeministres, t'i hapni rrugë hetimeve të prokurisë, t'i hapni rrugë çdo mase që kërkon prokuria ndaj cili do që të shkojë dhe të përballet si i barabartë përpara ligjit për çdo akuzë që ngrihet nga prokuria e posaçme. Ishit ju dhe keni qenë ju që për vite tëra na keni thënë se drejtësia e re po bën punën e saj, duhet lejuar të bëjë punën e saj e me radhë. Ditën që ju trokiti në derë, në parallomën e Edi Ramës fillimisht, pastaj në oborrin e shtëpisë së Edi Ramës me çështjen e Akshit, keni ndërmarrë një sulm të paprecedent ndaj sistemit drejtësisë, me veprime aktive për të penguar prokurorinë. Dhe më lejoni t'ju sjell në vëmendje fjalët e kryetarit të Komisionit të Jashtëm të Parlamentit Evropian dje në Shqipëri, që e quajti këtë një test kritik për luftën ndaj korrupsionit. Ose ky kuvend do ta luftoj korrupsionin, ose ju do të zyrtarizoni shndërimin e tij në bunker ndaj korrupsionit. Prandaj, ju lutem shumë, mos provokoni qytetarët, mos provokoni opozitën, lejoni që ky kuvend të përmbush në kohë misionin e vet kushtetues për t'i hapur rrugë heqjes së imunitetit të çdo zyrtari që akuzohet për korrupsion. Në rastin konkret bëhet fjalë për akuza që përfshin 1/4 apo 1/5 e buxhetit vjetor të Shqipërisë. Dhe është e paprecedent që ne kemi 2 muaj që tallemi me këtë kërkesë prokurisë, nxjerrim justifikim pas justifikimi për ta shtyrë sa të mundemi dhe për të fituar kohë. Sjellim këtu iniciativa që në fakt rrotëzojnë propagandën tuaj, se ju me propozimin ligjor që keni sjell për ndryshuar kodin e procedurës penale, që është tërësisht antikushtetues, keni pranuar një fakt që me ligj prokuria dhe gjykata pasan pasur të drejtë. Zëvendës kryeministra dhe ministra pezullohet nga detyra. Se po mos kishin të drejtë, nuk kishin sjell me ndryshu ligjin, që të përfshini zëvendës kryeministrin dhe ministrin. Atëherë për çfarë e vonua 2 muaj kërkesën e prokurisë? Që të vim në këtë moment na thoni po ne e dim që ligji e lejonte, po për 2 muaj donin të bënin mbrojtje politike për të mbrojtur një të korruptuar. Dhe vim tu në sallë dhe sillemi se ku s'ka ndodhur asgjë. Se kur kjo kërkesë nuk ekziston, miratojmë kalendar e programe dhe miratojmë ligje
që në letër duket se kur luftojnë korrupsionin, kur vjen rasti konkret e mbrojmë korrupsionin. Prandaj kjo që po bëni sot, duke miratuar kalendarja program, pa trajtuar në kohën e dur dhe me urgjencë kërkesën e prokurisë, është thjesht dhe vetëm hipokrizi. Që kështu ne jemi kundër kalendarit dhe programit punës kuvendit.